Dhe duhet të tregohet se çfarë janë. Nëse ti i dërgon domate për speca, s'ti pranon kush. Nëse ti deklaron se kaq, po duhet paguash. Prandaj domethënë Kjo lojë është bërë se ka asgjësimi i këtyre mbetjeve kushton. Ka një kosto shumë të lartë. Dhe po i qove për të groposur domate, kushton me lirë. Po qove mbetjet e industrisë qelikut kushton me shtret. Kjo lojë është para. Fatkeqësia më e madhe, Andi, është se këtë do ta trajtojnë inxhiniera ekspert të fushës, por fatkeqësia e madhe është krimi mjedisor. Edhe implikimi i zyrtarëve të lartë të shtetit, sepse kanë patur dieni. Ka diçka këtu. Sepse janë kryer veprime nga zyrtarët e shtetit, nga Ministria e Mjedisit, janë kryer nga doganat dhe kanë heshtur. Edhe masi ai ka kthyer Tajvani, kanë qenë të angazhuar në blok gjithë institucionet shtetërore për të mos mësuar të vërtetën. Këmbgulja e prokurorit, i cili nuk është mjaftuar me kërkesën që u ka bërë ministrive, por as me kërkesat që u ka bërë laboratorëve në Shqipëri. Dhe nuk është mjaftuar me kaq, sepse fillimisht këto institucione shtetërore kanë deklaruar që nuk ka mbetje të rrezikshme. Italianët, laboratori italian, po prapata do dalë. Kur prokuria ka konsumuar, ka shteruar të gjithë kapacitetet e shtetit shqiptar, por ka dyshuar edhe në aktivitetin e tyre, dhe ndaj dhe, po ta shikosh ati, nuk ke vetëm të arrestuar nga kurumi, po ke edhe nga punësit e shtetit. Po, janë nga agjencia e mjedisit, nga doganat. Po, nga autoriteti portual doganat. Pikërisht, se janë të implikuar jo vetëm në ushtrimin e aktivitetit paligjshëm për eksportimin e këtyre mjeteve të rrezikshme. Po janë përfshirë edhe në korrupsion, por kanë dashur të fshehin edhe të vërtetën. Dhe kur prokuria është drejtuar një laboratori në Itali dhe ka ardhur përgjigja, po, janë mbetje të rrezikshme. Ka akuzë këtu për falsifikim dokumentash? Patjetër. Për bashkëpunim dhe pastrim të produkteve të veprës penale. Patjetër. Sepse e para punës ato kanë abuzuar me detyrën, të cilët kanë detyrë që kur bëhet fjalë për këtilla vepra duhet bësh dokumenta të rregullta. Dhe ndaj të thash unë, ta përdora i qik ironike që nuk mund të thush do groposim domate kur ti ke mbetje të qelikut. E qartë, kemi të rrezikshme. Dhe ta thash me patut. Dhe këtë e kanë pranuar punojësit e niveleve të larta të Ministrisë Mjedisit, edhe punojësit e doganave. Dhe ndaj dhe sot janë me masa sigurie. Nuk kemi në laborator, nuk mund të ketë kompani një laborator që bën vlerësimin apo kredi djeni ka nda. Shteti shqiptar. Po. Për sa kohë ka aktivitet të industrisë rand duke filluar nga përpunimi, nxjerrja dhe përpunimi i naftës. Nga përpunimi i mbetjeve të qelikut, të skrapit. Duhet ketë patjetër laboratorin. E nëse nuk e ka dhe nëse nuk e ngren dot, duhet t'ja vënë detyrim kompanisë koncesionare e cila merret me trajtimin e skrapit në Shqipëri që ta ketë dhe këtë laborator. Se mirë që prodhon qelik, ne deri para pak kohësh, hekuri që prodhoi në Elbasan nuk përdori për ndërtimet e katave të larta, deri në 6 kat, e kam pas lexuar një material unë. Tani përdoret për gjithçka. Sepse këtë e kanë ndorë inxhinierët mbi bazën e kritereve të përdorimit të hekurit, edhe i jepi rrugë përpara vetëm e markës Sedenor për të ndërtuar ndërtesa që kalonin mbi 6 kate. Tani me hekurin e Elbasanit mund ndërtosh 25 kat, 30, si duan inxhinierët. A ka një certifikat të tillë apo s'ka, duhet bëhet publike. Dhe a ka një laborator, aja ka detyruar shteti shqiptar që kjo kompani duhet ketë laborator, që sa herë unë si shtet duhet të ushtroj kontroll mbi performancën e trajtimit të gazrave, të mbetjeve të ogjaqeve, ti të më përgjigjesh. Se ti ndoshta nuk do të më përgjigjesh, por ti, kur unë të bëj kërkesë zyrtare si institucion shtetëror, duhet të më përgjigjesh me treguesit e laboratorit, se ti duhet ta kesh parasysh që unë këtë akt i bëj dhe akt riekspertimi, e çoj në një laborator tjetër, dhe nëse më ketan përgjigje negative ti shkon në burg.
Po, ke përgjegjësi ligjore. Përgjegjësi ligjore. Pra, shteti po të doj e rregullon me ligj. S'kam un laborator, po je ke detyrë ta bësh ti. Dhe nëse tani ka ndodhur kjo dhe nuk ekziston laboratori te Korumi, po se ekziston as ke shteti shqiptar, si kemi prish gjithë laboratorët edhe shkencën në Shqipëri, del laboratori në Itali që hedh dritë mbi këtë. Dhe pas kësaj ka patur tentativa për t'i fshehur gjërat. Shansi që një prokuror nga ata çobanët që thot kryeministri që ja takon në shoqata, ja që pas ka dhe burrat ndershëm dhe vajza dhe gra dinjitoze me integritet që nuk mjaftohen me paqavurët që bën qeveria shqiptare dhe ekzekutivi shqiptar që kërkon të hedh helm tek shqiptarët. Por pas ka dhe një prokuror apo një prokurore me integritet që e kërkon gjurmën e krimit edhe në laboratoret e Italisë, edhe vjen ta plas këtu edhe të thot 33 zyrtar të tut para të shtetit, të këtij ekzekutivi të pakorruptuar, se është mirë kur thot kryeministri që u taku një prokuror me një gjyqtar, thot edhe pezullon një kryeministër. Jo mo do t'i lam kryeministrin dhe zëvendës kryeministrin të vjedhin, të helmojnë dhe shqiptarët, edhe të dalin të bëjnë propagandë që jo, ne jemi të pastër. Por kjo ngjarje do të çojë ujë shumë larg, Andi, shumë lart. Kjo. Po, sepse licencën nuk e kemi dhënë ne për të eksportuar mbetje. Ke drejt ti për të dhënë licenca? Jo. Po, e ka dhënë një ministri e caktuar. Edhe kjo ministria kur jep licencën, duhet të ketë edhe kushtet teknike. Duhet të ketë edhe kontrollin, duhet të ketë edhe laboratorin. Që siç përcaktojnë kushte ekstra për të fituar tenderin, kanë edhe këtu mundësinë për të caktojnë kushte ekstra për të marrë apo për t'i dhënë mbështetje një kompanie të caktuar, qoftë turke kjo, qoftë italiane. Jo, së pari qeverit, po, pikërisht, qeverit duhet përcaktojnë kushte ekstra për mbrojtur jetën e qytetarëve. Që kjo kompania të ketë laboratorin dhe laboratori të jap të dhëna dhe të dhënat të bëhen publike dhe të bëhet transparencë atje ku varet jeta e qytetarëve. Sa burr do ishte në faqen e Kurmit kushdo qoftë, sepse ne jemi provuar kohët e fundit për ca ton mandarina, na e kanë lexuar emrin në Kroaci, në Sloveni kudo. Po, ne kanë kthyer. Dhe kur vjen problemi për 2800 ton, 2800 ton. E di çdo 2800 ton? Shumë. 100 kamiona. 100 kamiona nga 28 ton, i takon 120 kamiona, 120 tralera të mbushura me helm, me lëndë radioaktive. E kupton se ku shkojmë ne. Pra, dhe ne nuk vendosim kushte kësaj kompanisë, Korumit, edhe kompanisë e eksportit, nuk i vendosim kushte dhe kritere. Që du të kesh laboratorin, që du të kesh këtë model ambalazhimi sipas standardeve. Se i parashikojnë konventat. Është shkrit e qartë. Pra, nuk ka aktivitet këtyre përmasave pa patur dieni minimumi 3 ministra dhe kryeministri. E qartë. Pra, nëse i shkohet deri në fund, po ne kot themi që nëse i shkohet deri në fund, se deri në fund kësaj mund të shkohet mas 10 vjeç kur ne ta kemi hëngër barin dhe ti më kthye te helmi. Po, edhe ndonjëherë problemi tjetër është që lidhet që siç bëhet një grup i tillë që lejon të eksportojë diçka të palishme, mund të ndërtohet edhe një grup që lejon të importohet hyn brenda Shqipërisë diçka e palishme, dhe të mbahet e fshet. Mirë, të lutem regjia, me siglën pas do kalojmë të trajtojmë çështjen e ballokut në kushtetuese. Ajo çfarë ka ndodhur është që për të dytën herë duket se gjykatës kushtetuese i duhet kohë për të marrë një vendim në raport me kërkesën e kryeministrit për të rrëzuar pezullimin që bëri gjykata e posaçme nga pozicioni pra Belina Palluku nga pozicioni i zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës. Tani, Prençi, ka ndonjë gjë që nuk shkon në këtë histori, apo është krejt një formë ligjore e gjykatës kushtetuese që realisht i duhet kohë për të bërë një interpretim ligji duke qenë se çështja është delikate. Dhe përse është delikate, të lutem shpjegimin mund ta bësh edhe ti përse është delikate. Shiko, do të ishte më e ndershme që gjykata kushtetuese t'i drejtojë për një opinion Venecias.
Se zvarritja po shkon, pa fund, deri të marrimin e afateve. Gjykata kushtetuese ka një përgjegjësi shumë të lartë, sot më shumë se kurrë, që të tregojë që është gardiani i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Të mos lejojë të bëhen presion dhe të jap vendimin konform normave. Të thotë ka gabuar SPAK-u, ka gabuar gjykata e GKK-ja, gjykata e posaçme. Të thotë ka gabuar, s'ka problem. Por ka një problem. Po pse nuk e ka thënë? Ka një problem shumë të rëndësishëm. Zvarritja nuk e nderon gjykatën kushtetuese. Përkundrazi, e nxit që opinioni publik të bindet më shumë se kurrë se nuk kemi gardian të Kushtetutës. Sepse opinioni publik ndoshta nuk i njeh njerëzit e gjykatës kushtetuese. Por gjuhën e përdorur nga kryeministri e lexon dhe dëgjon çdo natë. Vendimet që merr gjykata kushtetuese i dëgjon një herë. Po. Në krahun tjetër, opinioni publik ka një vlerësim maksimal për organet e drejtësisë së re, sidomos për SPAK-un dhe GKK-n. Kryeministri i Shqipërisë nuk përmend kurrë gjykatën e posaçme, përmend SPAK-un. Në fakt, Belinda Balluku është pezulluar me vendim gjykatës. Po, gjykata e posaçme që vlerësoi që sepse ata e kanë të drejtën për të nxjerrë vendimin. Por politika shqiptare e ka qef të anatemoj një apo dy prokuror të cilët kanë çështjen, të cilët kanë provuar me prova të pakontestueshme gjykatën që duhet të shkojmë te kjo mas e pezullimit. Si mas parandaluese për të mos ndodhur një ngjarje më e rëndë në raport me korrupsionin dhe abuzimin me paran publike. Në krahun tjetër, gjykata e posaçme ka provuar se vetëm gjykata e posaçme e ka të drejtën ekskluzive pezullimin si mas sigurie. Nuk e ka pezulluar si mas administrative. Si funksion kryeministri. Zëvendës kryeministri apo ministri. Si mas sigurie për një subjekt të veprës penale. Është subjekt i veprës penale, duke argumentuar se është i rrezikshëm për të prishur provat, për të individuar dëshmitarët. Parë në këtë kontekst, gjykata kushtetuese është midis dy zjarreve. Që janë? Ose do të pushkatoj drejtsinë e re, e pushkaton drejtsinë e re, në momentin që i thot ti s'ke drejt pezullimi, ajo është vendimi unifikuar dhe do përdoret për gjithë zyrtarët e lartë të shtetit. Po, që do bëjnë krim, krijon precedentin, dhe precedenti është tepër i rrezikshëm, që kushdo që vjen në pushtet e mbron këtë tillë dallkaukësh që e kanë menën vetëm për të vjedhur dhe s'ka drejt ti të ndërshkojë askush. As gjykata, as prokuria. Ti si drejtësi provo që këta kanë kryer një faj, provuar, zotri. La arrestoja. Jo, zotri. Prokuria ka drejt të provojë para gjykatës së posaçme. Po. Jo para kryeministrit. Po para gjykatës të unë. Pa e ka provuar ai. Pra, gjykata kushtetuese ka nxjerrë masën e pezullimit si masë shtrënguese mbi bazën e provave të SPAK-ut. Por gjykata e posaçme ta deklaroi publikisht që unë nuk e shikoj të arsyeshme të shkoj palë në gjykatë kushtetuese për një çështje penale. Prindësi të bëj një pyetje. E kuptoj dhe a mos ndoshta SPAK-u bëri një gabim dhe u bë pjesë e lojës politike duke shkuar fillimisht me kërkesën për pezullim dhe mbas 2 javësh me kërkesën apo mbas një muaji gjysmë me kërkesën për arrestim. Pse hapi një lojë të tillë në kushtetuese? Apo i dushte SPAK-u dhe kjo? Atëre, shiko. Dhe ky funksion që pezulloi apo jo? SPAK-u, un kam një ide dhe kam një bindje timen për te informacioneve që prokuria e posaçme ka bërë një konsult juridike brenda vetës me eksponentët më të mirë në raport me njohjen e procedurës. Dhe ashtu siç mori vendimin për ta hetuar zëvendës kryeministrën, mori edhe vendimin për ta marrë të pandehur.
Dhe në Shqipëri u deklarua marrja e pandehur e zëvendës kryeministrës. Dhe u la 2 javë kohë që politika të reflektoj me dorëheqje, nga pikpamja morale. Okej, në rregull. Në pikpamje të jo vetëm në pikpamje morale, edhe në pikpamje të së drejtës, sepse të pranosh që një zëvendës kryeministre para ditë të shkoj në kryeministri të punoj dhe në orën 12 të shkoj si e pandehur për të pyetur nga prokurori. Njeriu i implikuar në veprimtari kriminale. Po prezumohet e pafajshme, pra këtu dalim ka ai që folim në fillim. Prit një minutë. Nëse je pafajshme, përdor një standard. Ti e ke standardin. Ministri Tahiri. Tjetri, gjithë ministrat janë larguar. Janë larguar nga detyra dhe është hetuar si qytetar. Sepse ti, zotëri, po që se do vazhdojsh të rish ati, ti je rrezik më i madh permanent edhe për të dhënë tendra të tjerë, edhe për të ndikuar në tendra të tjerë, edhe për të intimiduar dëshmitarët, edhe për të intimiduar punonjësit dhe varësit. Dhe në këtë kontekst, gjykata, masi ti nuk reflekton për dorëheqje, ka kërkuar, prokurori ka kërkuar që, se ka kërkuar prokurori kështu ashiqare, ka patur dhëna që normalisht do të tregohen më vonë, që ky subjekt i veprës penale bën presion tek dëshmitarët, po dhe tek të pandehurit tjerë, që ti ke përfunduar, po ti mos fol gjë se kush ka thënë. Mos fol për këtë, mos fol për ata. Pra, sepse ka dhe të penduar drejtësia, po ka një problem. Nuk ka të penduar këtu ke rruga korrupsionit, sepse ata e dinë se çfarë kanë bërë. Edhe i thot, ja mbyllin gojën përkundrejt pagesave, cili do që t'jetë e i cili do niveli. Por ka dhe njerëz me integritet që nuk ka hangër dardha as mas shpinës kryeministrit, as zëvendës kryeministrës, as mas shpinës së drejtorit të rrugëve apo drejtorit të keshit. Dhe ka treguar të vërtetën në prokurori, që ne kemi bërë këto që na ka thënë filani se ju. Po këto janë të kthyer në dokumenta nga organi Spakut. A janë të gjitha këto prova në duart e kushtetuesës? Jo, prokurori i çështjes dhe gjykata, GJK-ja, kanë prova të tjera rezervë të variantit A, B, C, që nesër të bindesh edhe ti. Po mos harro, çështja Balluku nuk ndalet këtu. Nuk ndalet këtu. Po se ka çështje tjera, sepse është abuzuar në shumë tendra. Jo 1, 2, 3, 4, po 50, 60, sa të dush ti. Një dhe e dyta, kohët e fundit, në Spak kanë mbritur gjëra tjera. Kanë mbritur letër porosi, kanë mbritur konfirmime që parashikohet që të merret e pandehur edhe për çështje tjera, shumë më të rënda. Pastrim produktës veprës penale. Për Ballukun. Po patjetër. Çfarë do thot pastaj kryeministri? Çfarë do thonë deputetët? Çfarë do thot ai burri prej Leshi që nuk mbledh komisionin? Sepse dakord jam me ty. Okej, e ka bërë gabim prokuria. E ka bërë gabim. Pezullimin, po them. Pezullimin, GJK-ja. Të drejtë Rama. Po i japim të drejtë kryeministrit. Po kush e ndalon kryetarin e kuvendit për të mbledhur komisionin e mandatave dhe për të hequr mandatin? Vendimi kushtetues. Jo. Po s'ka lidhje. Po s'ka lidhje. Kjo nuk ishte lidhje. Po s'ka lidhje. Po s'ka lidhje njëra me tjetrën. Atëherë, a duhet të pranojmë që politika është e angazhuar e gjitha politika e mazhorancës për të përfituar kohë? Sepse Balluku ka ikë. Princip, pse thua vetëm me mazhorancës? Ta bëj edhe një pyetje? Prit më lër ta bëj pyetje që kthesh përgjigje. Përse nga opozita, se unë e bëj gjithmonë këtë, nuk e bën çështje parimore, se e bën debatin e epni ose bën jo na dha 16.000 faqe, jo. Zotëri, ti ke për detyrë dhe ke moralin si opozitar, si deputet i këtij komisioni, që nuk i dua fare këto dokumenta. Unë e jap për çështje morali menjëherë. E autorizoj kërkesën e Spakut. Andi, ti je djalë i ri, edhe inshallah do jetosh edhe 200 vjet tjera. Të dungoja. Unë, po mua ndoshta nuk më njeh prej shumë herësh. Një xhaxhaj jot i njeh shumë herët. E vërtet. Unë jam nga ata burra që nuk kam mbajtur krahun e opozitës apo të pozitës.
Unë e kam denoncuar korrupsionin edhe në qeverisjen e Partisë Demokratike, edhe në qeverisjen e Partisë Socialiste. Ka marrë Kosovë për të? Kam marrë Kosovë e kam pranuar në Kosovë. Ja, që të njoh. Jam më i lirë. Ja që të njoh. Po jam më i lirë. Jam më i lirë. Jo, unë jam më i lirë. Po. Je qytetar shumë i lirë se sa. Unë jam më i lirë dhe flas. Dhe problemi që ndodh këtu. Unë nuk po mbroj opozitën.